A keni dëgjuar se Trump do të ndërtojë një sistem të ri të mbrojtjes ajrore për SBA-n? Atje lart në hapësirë. Më 20 maj, presidenti i SBA-s Donald Trump zbuloi projektin e kupolës së artë, një sistem i avancuar i mbrojtjes nga rreziqet ajrore që përfshin mbrojtjen nga raketa balistike ndërkontinentale, raketa lundruese dhe sulme të tjera hipersonike. Trump thotë se projekti është zbatimi i vizioneve të hershme amerikane, të propozuara fillimisht nga presidenti Ronald Reagan, ndërsa është i inspiruar nga kupola e hekur të Izraelit. Por mbrojtja e Izraelit ka një problem. U dëshmua jo efektive kur përballet me vërshim të raketave hipersonike, siç u pa gjatë sulmeve të Iranit vitin e kaluar. Prandaj, Trump dëshiron të avancojë më tej duke vendosur armën në hapësirë. Sipas projektit që pritet të kushtojë të paktën $175 miliardë, sistemet të mbrojtjes ajrore do të vendosen në hapësirë për të shkatruar rreziqet përpara se t'i afrohen tokës amerikane. Synimi është të krijohet një rrjet satelitësh, ndoshta me qindra në numër, për t'i zbuluar, ndjekur dhe potencialisht për t'i shkatruar raketat që vijnë. Pjesë e projektit dëshiron të jetë edhe Kanadaja, por Trump e kushtozon. Ose bëhuni pjesë e SBA-s si shteti i 51 i Federatës, ose paguani $61 miliardë. Sigurisht, kupola e artë ka tërhequr edhe shumë kundërshtime, si brenda SBA-s, ashtu edhe jashtë saj. Më të zëshmet, Kina, Rusia dhe Korea e Veriut. Ata thonë se projektet e tilla e hapin rrugën për shndërrimin e hapësirës në zonë lufte dhe janë destabilizuese në thelb.